Nëse je lodhur nga përmbajtjet sipërfaqësore dhe shpjegimet e shpejta që kur nuk e prekin thelbin, atëherë je pikërisht në vendin e duhur. Sot ne nisemi së bashku në një udhëtim intensiv, simbolik dhe transformues, një udhëtim në shpirtin njerëzor, në thellësitë e dëshirës, të seksualitetit dhe atyre temave për të cilat pothuajse askush nuk flet hapur. Ne do të shohim se si këto forca të heshtura formsojnë çdo vendim, çdo marrëdhënie dhe çdo histori që nuk është kuptuar plotësisht në jetën tënde. Bëhu gati, sepse ajo që do të shohësh tani është ndryshe. Ne nuk do të flasim për dëshirën si një impuls të thjeshtë, por si një gjuhë të shpirtit, një energji që mbart kujtime, trauma, mundësi dhe simbole që jetojnë brenda teje, edhe nëse ti nuk i vëren me vetdije. Nëse ndonjëherë ke ndjerë se historia jote e dashurisë përsëritet vazhdimisht, se ndjenjat e tua të huton ose se pas tërheqjes, lidhjes apo vetmisë fshihet diçka më e thellë, atëherë ky video është për ty. Sepse seksualiteti në këndvështrimin e Jungut nuk do të thotë e drejtë apo e gabuar, por vetdije. Bëhet fjalë për të integruar dritën dhe hijen dhe për të shndërruar atë që dhem në diçka që shëron. Para se të fillojmë, kam një kërkesë të rëndësishme. Abonohu tani në kanal. Abonohu në kanal. Dëshira e padukshme, forca që lëviz shpirtin në heshtje. Ekziston një forcë që rrjedh nëpër secilin prej nesh, qetë, pa zhurmë. Ajo nuk bërtet, ajo përshpërit. Ajo ndikon në vendimet tona, në dëshirat tona, madje edhe në vendimet tona racionale. Ne po flasim për dëshirën, këtë energji të padukshme, që duket se na shtyn vetëm drejt kënaqësisë, por që në të vërtetë na çon përmes labirinteve shumë më të thella se sa e kuptojmë. Pyetja e madhe është, a e dim ne vërtet se çfarë dëshirojmë? Edhe kur e injorojmë, kjo forcë vazhdon të veprojë e pavarur nga vullneti ynë i vetëdijshëm. Ajo është e pranishme në këndvështrimin ton për botën, në marrëdhëniet tona dhe në mënyrën se si formsojmë identitetin ton. Dëshira shpesh ngatërohet me nevojen, por është shumë më komplekse. Ajo mbart imazhe, histori, plagë dhe shpresa. Është si një busull e brendshme, vetëm se me një hartë që mezi mund ta deshifrojmë. Jung na paralajmëroi, kjo dëshirë nuk është një impuls kapricios, por një gjuhë e shpirtit. Nëse i qasemi me respekt dhe kureshtje, fillojmë të vërejmë mesazhe që deri tani kanë qenë të fshehura. Çdo impuls zbulon diçka për ne nga çfarë ikim ose çfarë kërkojmë pa vetdije. Ta injorosh atë është si të mbulosh syt me një pasqyrë. Prandaj nuk ka rëndësi ta shtypësh apo ti nënshtrohesh verbërisht, por të kuptosh çfarë do të na thotë. Çdo dëshirë ka një burim, një pse, një nga vjen. Nëse veprojmë në autopilot, ajo na sundon, por kur i qasemi me vetdije, ajo na zbulon diçka. Dëshira mund të jetë një farë, por edhe një humner varet nga mënyra si afrohemi. Thellë brenda nesh, dëshira është shpirti që thërret për një kalim. Sa më shumë ta shtym, aq më e shtrembëruar shpërthen në varësi, emocione të përsëritura dhe marrëdhënie jo të shëndetshme. Por kur e dëgjojmë, ajo shndërrohet në drejtim, qartësi dhe shërim. 2. Seksualiteti përtej trupit, gjua simbolike e të pandërgjegjshmes. Kur mendojmë për seksualitetin, e lidhim pothuajse automatikisht me trupin, prekjen, kënaqësinë, kimin. Por Jung na fton të shohim më tej. Për të, seksualiteti është një gjuhë simbolike e të pandërgjegjshmes, një kod, përmes të cilit shfaqet bota jonë e brendshme. Ai nuk flet vetëm për instinktin, por edhe për historinë, prejardhjen, plagët e pashprehura. Trupi ndjen, por mendja interpreton. Dhe shpesh këto interpretime janë të mbuluara nga shtresa të vjetra, të cilat as që i dim. Kështu, një dëshirë e thjesht mund të sjellë në sipërfaqe kujtime, trauma dhe imazhe të brendshme që ishin ruajtur thellë. Në këtë kuptim, seksi nuk është vetëm një akt fizik, por një zbulesë, një ritual simbolik që nxjerr të fshehtën jashtë. Këtu hyn në lojë e pandërgjegjshmja kolektive mitet, fantazit, arketipat. Kur ndjejmë tërheqje ndaj dikujt, shpesh tërhiqemi drejt këtyre imazheve të brendshme që i projektojmë mbi personin tjetër. Kjo tërheqje mund të mos ketë kuptim logjik, por ka kuptim simbolik.
është e pandërgjegjshmja që përpiqet të flasë, të plotësohet dhe të shërohet. Kjo dimension simbolike e seksualitetit është e fuqishme, sepse tregon, dëshira nuk është gabim, por një ftesë, një portë drejt një kuptimi më të thellë të asaj që jemi. Nëse i qasemi me frikë ose shtypje, ajo shtrembërohet, por nëse e shohim me pjekuri, ajo zbulon natyrën e saj të vërtetë, një forcë krijuese dhe shëruese. Seksualiteti është në fund një urë mes asaj që jemi dhe asaj që ende nuk e njohim brenda vetes. Një pasqyrë, një kalim. Dhe ndoshta zbulojmë, nëse e shohim me më shumë vëmendje dhe më pak gjykim, jo vetëm kënaqësi, por edhe kuptim. 3. Dëshira si energji krijuese ose shkatëruese. Dëshira nga natyra është ambivalente. Ajo mund të na çojë në arritje të mëdha ose të na hedhë në humnera të thella. Është një energji në gjendje të pastër si zjarri, mund të ngrohë, mund të japë dritë, por mund edhe të djegë nëse përdoret pa vetdije. Jung paralajmëroi se dëshira, kur shtypet ose keq interpretohet, shfaqet shkatëruese në detyrime, varësi dhe marrëdhënie toksike. Nga ana tjetër, kjo e njëjta energji, kur e pranojmë dhe e kanalizojmë, shndërrohet në frymëzim, kreativitet dhe lidhje. Ajo pushon së qeni një forcë që konsumon dhe bëhet një forcë që ndërton. Dallimi qëndron tek vetdia që i japim. Kur e shohim qartë dëshirën, kuptojmë se ajo nuk është armiku. Armiku i vërtet është padituria jonë. Shumë nga veprat më të mëdha të njerëzimit kanë lindur nga impulse dëshire, nga arti të dashuria, nga shkencat e spiritualiteti. Gjithçka që na prek thellë buron nga një vend i brendshëm i dëshirës. Problemi nuk është dëshira vetë, por fakti që shpesh nuk e dim pse dhe për çfarë dëshirojmë. Pikërisht në këtë mungesë kuptimi, dëshira prishet. Prandaj pyetja nuk duhet të jetë si ta kontrollojmë dëshirën, por si t'i dëgjojmë thellësisht asaj. Kur e kupton çfarë dëshiron të thotë, fiton lirinë për të zgjedhur më pjekur, për të mos qenë më i burgosur i impulseve të verbra, por autor i historisë tënde. Të dëshirosh është njerëzore. Ta shndërrosh këtë dëshirë në vetdije është hyjnore. Pikërisht këtu qëndron alkimia e vërtet e të pandërgjegjshmes. Ta shndërrosh atë që na sundon në diçka që na çliron. 4. Libido, forca jetësore që shkon shumë përtej kënaqësisë. Freud e pa libidon si energji seksuale. Jung shkoi më tej. Për të, libido është forca jetësore që e shtyn njeriun. Ajo na çliron nga plogështia, na jep hovë dhe na nxit të kërkojmë kuptim. Libido pra nuk është vetëm dëshira për një person, por edhe entuziazmi për një projekt, përkushtimi ndaj një qëllimi dhe etja për vetënjohje. Kjo energji shfaqet kudo. Kur e ndjejmë jetën me pasion, libidoja jon është aktive. Kur jemi kreativ, ajo vibron. Dhe kur jemi apatik, të lodhur ose pa drejtim, kjo mund të jetë shenjë që kjo forcë është e bllokuar ose e shtypur nga frika dhe bindje kufizuese. Interesantja është, kjo energji nuk zhduket, edhe nëse e mohojmë. Ajo thjesht ndryshon formë. Nëse nuk jetohet në mënyrë autentike, ajo del në sipërfaqe pa vetdije, shpesh në formë simptomash, krizash ose ngecjeje. Është si një lumë që, kur bllokohet, kërkon rrugë të tjera, madje edhe nën tokë. Puna e Jungut synon integrimin. Nuk ka të bëjë me çlirimin e libidos me çdo kusht, por me dëgjimin, kuptimin dhe drejtimin e saj. Asaj i duhet një rrugë, një hapësirë për të rrjedhur me kuptim dhe kjo hapësirë krijohet përmes pranisë së vërtetës dhe lidhjes me atë që me të vërtetë ka rëndësi. Kur ja dalim, jeta merr një ngjyrë të re. Libido pushon së qeni zjarri i pakontrolluar dhe bëhet një pishtar që ndriçon rrugën. Dëshira shndërrohet në drejtim, impulsi në frymëzim. Jeta pushon së qeni thjesht mbijetesë bëhet krijim. 5. Kur dëshira na detyron të përballemi me anën e errët. Dëshira është joshëse, por edhe zbuluese. Ajo nuk na tregon vetëm çfarë dëshirojmë, por mbi të gjitha çfarë na mungon. Dhe pikërisht aty bëhet e pakëndshme sepse na detyron të shohim pjesë të vetes që do t'i mbajmë më mirë të fshehura. Jung e quajti këtë territor të errët hija gjithçka që ne shtyjmë, mohojmë ose gjykojmë brenda vetes.
Kur shfaqet dëshira, ajo ndriçon këto hapësira të brendshme, zbulon nevoja, frikëra dhe zhgënjime. Shpesh mendojmë se kërkojmë vetëm kënaqësi ose afërsi, por në të vërtetë ajo na thërret të përballemi me diçka shumë më të thellë. Prandaj dëshira, në formën e saj më të sinqertë, nuk është e rehatshme, është transformuese. Në vend që të ikim prej saj, Jung na fton të kalojmë përmes saj, të shohim me guxim në hije. Aty gjenden përgjigjet, kujtimet dhe plagët që ende përcaktojnë vendimet tona. Mohimi i kësaj ane do të thotë të vazhdosh të jetosh në errësirë. Integrimi i saj do të thotë të ndezim një dritë të re brenda vetes. Ky proces kërkon prani lënien pas të idealizimit, ngutjes dhe gjykimit. Është një rrugë e pjekurisë emocionale, ku dëshira pushon së qeni thjesht impuls dhe bëhet një pasqyrë. Dhe në këtë pasqyrë njohim kush jemi me të vërtetë. Në fund, është pikërisht ajo dëshirë që na ngatëron, që gjithashtu mund të na shërojë. Thjesht duhet të kemi guximin ta dëgjojmë jo me veshët e trupit, por me dëgjimin e thellë të shpirtit. 6. Anima dhe animus femëroria dhe mashkulloria brenda nesh. Sipas Jungut, çdo njeri mbart një imazh të brendshëm, simbolik të kundërtit të vet. Kjo ide mund të duket e huaj në fillim, por ajo zbulon një nga mendimet më të thella të psikologjisë analitike, ekzistencën e animës femërores në psiken e burrit dhe të animusit mashkullorit në psiken e gruas. Këto arketipa nuk lidhen me gjinin ose rolet shoqërore. Ato përfaqësojnë forca të brendshme që ndikojnë në ndjenjat tona, vendimet dhe lidhjet. Këto imazhe të brendshme funksionojnë si pasqyra psikike. Një burr mund ta projektojë animën e tij mbi një grua ndaj së cilës ndihet i tërhequr fuqishëm. Po ashtu, një grua mund ta gjejë animusin e saj të idealizuar në partnerin e saj. Kjo shpjegon pse shpesh ndjejmë një tërheqje intensive, pothuaj magjike, ndaj dikujt. Në fakt, përmes tjetrit lidhemi me një pjesë të harruar të vetes. Këto projeksione janë natyrale, por bëhen të rrezikshme kur mbeten të pavetëdijshme. Nëse nuk kuptojmë se ajo që duam tek tjetri është në të vërtetë një imazh i brendshëm i vetes son, rrezikojmë të kërkojmë prej tij diçka që ai nuk mund të na japë kurrë. Ne krijojmë pritshmëri jo reale dhe zhgënjehemi kur pasqyra thyet dhe shfaqet njerëzillku që nuk donim ta shihnim. Nga ana tjetër, sapo fillojmë t'i njohim këto projeksione, bëjmë një hap drejt individimit. Anima dhe animus pushojnë së qeni imazhe ideale dhe shndërrohen në forca të integruara brenda nesh. Burrat fitojnë qasje në ndjeshmërinë, intuitën dhe aftësinë e tyre për të pranuar. Gratë forcojnë arsyen, vendosmërinë dhe orientimin e tyre të brendshëm. Ky ekuilibër i brendshëm ndryshon gjithçka, edhe marrëdhëniet tona të jashtme. Prandaj dashuria e vërtet kërkon së pari një takim me veten. Para se të kërkojmë tjetrin, duhet të pranojmë atë që brenda nesh kërkon integrim. Vetëm atëherë mund të ndalojmë së projektuari nevojat tona dhe të fillojmë të krijojmë lidhje të bazuara në prani të vërtet, jo në fantazi. 7. Dashuria si pasqyrë e të pandërgjegjshmes. Shpesh dashuria nuk është para se gjithashtu një takim me një person tjetër, por me të pandërgjegjshmen tonë. Jung tha se dashurohemi me atë që kemi harruar brenda nesh me pjesë të shpirtit tonë, të cilat i projektojmë mbi dikë tjetër që na shfaqet si pasqyrë. Prandaj disa lidhje janë kaq intensive. Nuk bëhet fjalë vetëm për personin tjetër, por për atë që ai zgjon brenda nesh. Ky proces është magjik, por edhe i rrezikshëm, sepse ne idealizojmë. Besojmë se kemi gjetur personin ideal. Në të vërtetë, kemi gjetur një përfaqësim simbolik të diçkaje të brendshme. Kjo nuk do të thotë se dashuria është iluzion. Përkundrazi do të thotë se dashuria është një rrugë, një udhëtim i vetënjohjes, ku çdo marrëdhënie zbulon më shumë se kush jemi dhe çfarë kemi nevojë të shërojmë. Nëse e injorojmë këtë proces, dashuria bëhet varësi. Presim që tjetri të mbush boshllëqet që vetëm ne mund t'i kuptojmë. Krijojmë role në marrëdhënie që na mbajnë të kapur dhe të zhgënjur. Humbim veten, ndërsa kërkojmë tek tjetri atë që nuk guxojmë ta gjejmë brenda nesh. Por kur shohim qartë, dashuria shndërrohet.
Ajo pushon së qeni nevojë dhe bëhet një zgjedhje për të rritur së bashku, për të parë tjetrin ashtu siç është, jo siç e idealizojmë. Mbi të gjitha, kuptojmë se çdo takim i vërtet është mbi të gjitha një rilidhje me atë që ekziston në shpirtin ton. Dashuria në këtë kuptim është një udhëtim simbolik, një zhytje në të pandërgjegjshmen dhe pikërisht kjo e bën atë kaq të fuqishme, zbuluese dhe njëkohësisht sfiduese. 8. Idealizimi i tjetrit dhe harrimi i vetes. Sa herë e ke kapur veten duke idealizuar duke besuar se ky person mishëron gjithçka që ke dashur ndonjëherë? Ky idealizim është i përhapur dhe thellësisht i pavetëdijshëm. Ai ndodh kur ne projektojmë nevojat, frikërat dhe ëndrat tona mbi një person tjetër. Problemi nuk qëndron tek ideali, por tek fakti që në këtë proces harrojmë veten. Kjo energji manifestohet kudo. Kur ne idealizojmë, ndalojmë së shikuari tjetrin ashtu siç është. Ne shohim vetëm imazhin që kemi krijuar brenda vetes. Kështu lind një hendek midis pritshmërive dhe realitetit dhe kur realiteti shfaqet, pasojnë zhgënjimi, tronditja dhe dhimbja. Imazhi shpërbëhet dhe mbetet e qartë. Marrëdhënia nuk ishte me personin tjetër, por me projekcionin ton. Ky proces është i rrënjosur thellë. Ne shpesh idealizojmë, sepse nuk kemi mësuar të shikojmë nga brenda. Kërkojmë jashtë atë që na ka munguar në fëmijëri, atë që na është mohuar ose që na ka lënduar dhe pa e kuptuar, e kthejmë tjetrin në një përgjigje ndaj dhimbjes son të pasgjidhur. Kur kjo ndodh, dashuria bëhet arratisje, jo gjetje. Shërimi fillon kur marrim përgjegjësi, kur kuptojmë se ajo që projektojmë mbi të tjerët, së pari duhet ta pranojmë brenda vetes. Në këtë mënyrë i rikthejmë pjesët e humbura të identitetit ton. Fillojmë të duam më sinqerisht me më pak filtra, me më pak barë. Tjetri ndalon se qeni një zgjidhje dhe bëhet një shoqërues në udhën ton. Më pak idealizim do të thotë më shumë dashuri, sepse vetëm ai që sheh të tjerët ashtu siç janë dhe veten me të njëjtën sinqeritet do me të vërtetë. 9. Shpërbërja e projekcionit aty ku fillon dashuria e vërtetë. Çdo pasion shuhet, por jo çdo pasion bëhet dashuri. Dhe kjo ndodh pikërisht sepse një ditë projekti i krijuar bie. Imazhi i idealizuar fillon të shpërbëhet dhe ne detyrohemi ta shohim tjetrin në njerëzinë e tij. Ky moment është vendimtar. Këtu mund të zgjedhim, a kërkojmë dashurinë e vërtetë apo dorëzohemi, sepse nuk e përballojmë rënien e fantazisë. Jung ishte i bindur, rënia e projekcionit është thelbësore, sepse vetëm kur ai shpërbëhet, mund të rikthejmë atë që dikur ishte yni gjithçka që kishim vendosur tek të tjerët. Pikërisht aty fillon njohja e vetvetes. Aty ndalojmë së kërkuari nga të tjerët të na shpëtojnë dhe fillojmë të kuptojmë se ne vetë jemi përgjegjës për plotësinë tonë. Ky proces mund të jetë i dhimbshëm, sepse kush dëshiron ta pranojë se princi apo princesha ishin vetëm njerëz, por ky dhimbje është e nevojshme. Ajo pastron shikimin, ngre perden dhe tregon se dashuria e vërtetë nuk është ajo që na bën të fluturojmë, por ajo që na tokëzon, që na mëson të duam pa iluzione. Kur ka përcejmë shpërbërjen e projekcionit, lidhja ndryshon, bëhet më e pjekur, më e vetëdijshme, ndalon së qeni loj nevoje dhe bëhet ndërtim. Tjetri nuk është më një ideal i paarritshëm, por një njeri në rrugë si ne. Dhe pikërisht aty fillon dashuria e vërtetë, kur shikojmë njëri tjetrin dhe, pavarësisht të metave, qëndrojmë. Jo nga nevoja, por nga prania. Jo nga mungesa, por nga e vërteta. 10. Seksi si prag simbolik shumë më tepër se kënaqësi. Seksi, i përjetuar me vetëdije, pushon së qeni thjesht kënaqësi trupore. Ai bëhet një ritual simbolik, një takim i shpirtrave, ku e pandërgjegjshmja flet fuqishëm edhe pa fjalë. Jung e shihte aktin seksual si një nga manifestimet më të fuqishme të psikes njerëzore. Jo për shkak të eksitimit, por për shkak të asaj që ai zbulon. Në këtë intimitet dalin hijet tona frika, pasiguritë, cenueshmëritë. Këtu shfaqet ajo që ka qenë e pashprehur dhe e fshehur, ajo që ende ka nevojë për shërim. Prandaj seksi mund të jetë çlirimtar ose robërues, gjithçka varet nga vetëdia që i japim atij.
Kur e përdorim seksin si arratisje, ai bëhet bosh. Kur e përdorim si ushtrim pushteti, ai bëhet dhunë. Por kur e shohim si hapësirë dëgjimi dhe dorëzimi, ai bëhet shërues. Në këtë moment trupi bëhet tempull dhe prekja bëhet gjuha e shpirtit. Udhëtimi simbolik i seksit fillon kur nuk e shohim më si performancë, por si pasqyrë. Çdo gjest, çdo ndjesi, çdo reagim zbulon diçka për ne për atë që dëshirojmë, prej së cilës ikim, çfarë brenda nesh kërkon ende pranim. Në fund, seksi është një rrugë drejt tërësisë. Kush është i gatshëm ta ecë atë me vetdije, zbulon se kënaqësia e vërtet gjendet në plotësinë në trup, mendje dhe shpirt. Nëse ky përmbajtje të pëlqen, merr një moment dhe abonohu në kanal. Është shumë më tepër se një klikim, është një mënyrë për ta bërë këtë mesazh të qasshëm për mijëra njerëz që gjithashtu kanë nevojë ta dëgjojnë. Abonimi yt është vendimtar që kjo punë të vazhdojë. 11. Hija e dëshirës aty ku jeton e shtypura. Që fëmijë mësojmë të fshehim ndjenjat tona. Na mësohet të kontrollojmë dëshirën, të gjykojmë ndjeshmërinë, të mos besojmë kënaqësisë. Gjithçka është shtyrë në një qoshe të errët të psikes son atje ku Jung e quante hija. Pikërisht aty fshihet dëshira, kur ajo shtypet. Ajo nuk zhduket, thjesht maskohet. Kjo energji e shtypur kthehet në forma të shtrembëruara, sjellje të detyruara, modele të përsëritura, varësi të heshtura, marrëdhënie që na lëndojnë. Sa më shumë që e injorojmë, aq më shumë ajo na kontrollon. Siç tha Jung, ajo që nuk e sjell në vetdije të kontrollon. Kjo vlen sidomos për seksualitetin. Kur dëshira mbetet e fshehur, ajo bëhet sabotues. Na çon në vendime impulsive, ndjenja të heshtura pendese, marrëdhënie që na ngatërojnë në vend që të na plotësojnë. Por kur e dëgjojmë me ndershmëri këtë energji, gjithçka ndryshon. Ajo që ishte frikë bëhet kuptim. Ajo që ishte turp bëhet liri. Të shohësh hijen e dëshirës në sy është si të ndezësh dritën në një bodrum të harruar. Fillimisht është frikësuese, por me kohë kuptojmë, aty janë edhe pjesë të vlefshme të vetes son, talente, potenciale, të vërteta që dikur duhet i shtypnim për tu përshtatur. Kur i rikthejmë këto pjesë, shpirti merr frymë sërish. Në fund, dëshira nuk është armiku. E rrezikshme është heshtja që i imponojmë. Shëruese është vështrimi i vetëdijshëm që e integron pa frikë, pa shtypje, pa teprime. Vetëm me të vërtetën. 12. Femërorja e fragmentuar mes barkut dhe zjarrit. Brenda çdo njeriu jeton arketipi i femërores në shumë shprehje. Për Jungun dy janë veçanërisht përcaktuese. Ajo mëmësore, pranuesja dhe gruaja e egër. E para është burim dashurie, sigurie dhe kujdesi. E dyta është zjarr, intensitet, transformim. Të dyja bashkëjetojnë në shpirtin njerëzor, por shpesh bien në konflikt. Historia e ka ndarë vazhdimisht feminitetin. Gruaja e butë është pranuar, ajo joshse është gjykuar. Ky ndarje vazhdon deri sot. Burrat presin një kombinim të pamundur, gra që njëkohësisht mbrojnë dhe janë pasionante, nëna dhe të dashura. Gratë, nga ana tjetër, ndihen të detyruara të zgjedhin mes të qenit të dashura dhe të qenit të lira. Ky luftim i brendshëm krijon faj, pasiguri, hutim në marrëdhënie. Burrat frustrohen nga pritjet e tyre jo reale. Gratë e pengojnë veten duke u përpjekur të përmbushin të gjitha rolet. Kështu vazhdojmë të jetojmë në marrëdhënie që nuk e pranojnë feminitetin në tërësinë e tij, por vetëm në fragmente. Por kur i pranojmë këto forca si plotësuese, gjithçka ndryshon. Butësia dhe intensiteti mund të bashkëjetojnë. Përqafimi dhe zjarri janë pjesë të së njëjtës shpirt. Kur e integrojmë këtë brenda nesh, lidhjet tona bëhen më autentike, më të thella, më të lira. Feminiteti nuk ka pse të zgjedh mes kujdesit dhe transformimit, ai mund të jetë të dyja. Dhe kur kjo pajtim ndodh, dëshira pushon së qeni faj apo rrezik. Ajo bëhet forcë, lidhje, zgjim. 13. Shërimi i seksualitetit përmes vetdijes. Shërimi i vërtet i seksualitetit nuk vjen as nga shtypja, as nga shfrenimi. Ai buron nga vetdija. Vëzhgo dëshirën pa frikë, përballu me impulsin pa gjykim dhe mbi të gjitha,
kupto çfarë fshihet pas çdo dëshire. Ky është propozimi i Jungut, integrimi i vetëdijshëm i energjisë së dëshirës. Kur e kuptojmë se dëshira na flet, fillojmë ta dëgjojmë ndryshe. Ajo na tregon nevoja, na tregon plagë dhe sjell ndjenja të harruara në sipërfaqe. Çdo impuls mund të jetë një thirrje e shpirtit që diçka të shihet, të shërohet dhe të shndërrohet. Ky dëgjim i vetëdijshëm nuk është i lehtë. Ai kërkon prani dhe gatishmëri për të hyrë thellë në vetvete. Por pikërisht në këtë thellësi gjejmë lirinë, jo lirinë për të bërë gjithçka që do, por lirinë për të mos ikur më prej vetes. Lirinë për të zgjedhur qartë dhe për të dashur me pjekuri. Seksualiteti atëherë pushon së qeni një fushë frike apo turpi. Ai bëhet një hapësirë mësimi, lidhje me të tjerët, por mbi të gjitha me veten. Nuk ka formulë magjike, por ka një rrugë, dhe ajo fillon me të vërtetën. Shërimi nuk do të thotë përsosmëri. Shërimi do të thotë prani. Dhe kur jemi vërtet të pranishëm me atë që ndjejmë, dëshira përputhet me vetdijen dhe jeta ndryshon. 14. Heroi i dëshirës, zhytje në vetvete dhe kthim me kuptim. Jung foli për arketipin e heroit, por jo për heroin që me shpatë mposhtë përbindesha. Heroi i vërtet, sipas Jungut, është ai që ka guximin të përballet me veten edhe në fushën e seksualitetit. Heroi i dëshirës është ai që është i gatshëm të zhytet në dëshirën e tij, ta përjetojë atë me vetdije, të kapërcejë kontradiktat e brendshme dhe të kthehet me qartësi. Kjo rrugë nuk është e lehtë. Ajo kërkon të përballesh me frikërat e vjetra, me plagët e hapura, me anët e vetes që nuk duam t'i shohim. Por pikërisht për këtë është kaq transformuese. Kush kalon përmes zjarrit të brendshëm, pa ikur, kthehet i ndryshuar, më i plot, më i zgjuar. Heroi i dëshirës nuk kërkon të sundojë të tjerët, por të kuptojë veten. Ai e di se fuqia e vërtet qëndron tek të dish çfarë ndjen, jo tek mohimi, shtypja apo fshehja. Ai e sheh dëshirën si gjuhë simbolike dhe mëson të dëgjojë. Ky dëgjim ndryshon gjithçka. Trupi bëhet busull, marrëdhëniet bëhen pasqyra, dhe kënaqësia pushon së qeni arratisje, ajo bëhet zgjerim. Heroi i dëshirës nuk është ai që ndjen më pak, por ai që ndjen më thellë. Dhe pikërisht ky guxim e bën të denjë të ndjek rrugën e tij. 15. Dëshira si portë drejt plotësisë së qenies. Në fund dëshira është një portë, një kalim mes asaj që jemi dhe asaj që mund të bëhemi. Ajo na thërret, na sfidon, na provokon, por edhe na zbulon. E jetuar me vetdije, dëshira bëhet një rrugë shërimi, njohjeje dhe zgjerimi. Nuk ka të bëjë me mohimin e trupit apo instinkteve, por me ecjen e tyre krah shpirtit, me bashkimin e kënaqësisë me vetdijen, instinktit me mendjen, materies me kuptimin. Kjo është fuqia e vërtetë e dëshirës, të bashkojë atë që kultura e ka ndarë. Jungu theksoi se seksualiteti është një nga shprehjet më të fuqishme të pandërgjegjshmes. Dhe kur e pranojmë, ai shndërrohet në një mjet zgjimi, një shtys që nuk drejtohet vetëm jashtë, por mbi të gjitha brenda, drejt asaj që ende kërkon integrim. Kur e tejkalojmë dëshirën, gjejmë atë që fshihet pas saj, qartësi, pjekuri, qetësinë që dikur ishte zhurmë. Marrëdhëniet bëhen më të lehta, lidhjet më autentike. Kërkimi pushon së dashuri plotësim të jashtëm dhe bëhet plotësi e brendshme. Dëshira nuk ka qenë kurrë qëllimi. Ajo ka qenë gjithmonë dera. Dhe tani që ke çelësin, vendimi është i yti, të kalosh përmes saj apo të qëndrosh përpara. Nëse ke ardhur deri këtu, të falenderoj nga zemra. Kjo do të thotë se ky përmbajtje të ka prekur. Ndoshta ka sjell kujtime, pyetje, reflektime. Ndoshta thjesht të ka bërë të mendosh. Dhe kjo është tashmë shumë. Ne nuk mësohemi të shohim dëshiren me respekt apo seksualitetin me vetdije, por kur e bëjmë, hapim një derë. Dhe pas kësaj dere na pret transformimi. Nuk është një rrugë e lehtë, por është e vërtetë. Dhe pikërisht për këtë bëhet fjalë këtu, të rritemi së bashku me të vërtetë, me thellësi, me guxim.